A ishte Skënderbeu pjesë e një rendi të fshehtë që ndikonte fatet e botës në prapaskenë. Pse disa historian dhe simbolist modern besojnë se ai ishte i lidhur me masonerinë dhe çfarë kuptimi kanë simbolet misterioze që shfaqen në stemën dhe veprat e tij. Në këtë video do të futemi në një labirint historik ku heroi ynë kombëtar takohet me teoritë më të errëta dhe më të pazakonta që janë thënë ndonjëherë për të. Qëndroni deri në fund, sepse ajo që do të dëgjoni mund të ju bëjë të shihni Skënderbeun me një sy krejt tjetër. Nëse je shqiptar dhe të tërheq historia jonë misterioze, atëherë kjo video është për ty. Ndaj mos harro të shtypësh butonin like dhe të abonohesh në kanalin ton Histori Epike, që të mos humbasësh asnjë nga këto tema që s'na i mëson askush tjetër. Le të zbulojmë të vërtetat e fshehura së bashku. Gjergj Kastrioti Skënderbeu, heroi shqiptar i shekullit 15, mbrojtësi i trojeve shqiptare kundër perandorisë osmane. Është një nga figurat më të mëdha jo vetëm për shqiptarët, por për të gjithë Evropën. Ai luftoi për mbi 2 dekada me sukses, u njoh nga papa si atleti i Krishtit dhe u bë simbol i rezistencës së krishterë. Por a ka diçka më shumë pas figurës së tij? A ishte thjesht një luftëtar i besimit dhe kombit, apo një njeri me njohuri dhe lidhje që shkojnë përtej asaj që na mëson historia zyrtare? Masoneria apo frimasoneria është një organizatë e lashtë që në thelb synon përparimin shpirtëror, moral dhe filozofik të individit. Ajo përdor simbole si kompasi, dritarja dhe syri që sheh gjithçka, të cilat shihen shpesh në monumente dhe stema historike. Shumë nga figurat më të mëdha botërore, nga George Washington e deri tek Mozarti, janë cilësuar si mason. Por masoneria është gjithashtu shoqëri sekrete, dhe si çdo shoqëri e tillë, ushqen legjenda dhe teori konspirative. Një nga argumentet më të përdorura nga ata që e lidhin Skënderbeun me masonerinë është shqiponja dykrenare. Edhe pse ajo ka origjinë shumë më të lashtë, disa e lidhin me dualitetin, një koncept shumë i përhapur në filozofinë masonike. Gjithashtu, disa dokumente dhe gravura të epokës së Skënderbeut, përfshirë përshkrime në kronikën e Gjormuzakës, përmbajnë figura gjeometrike dhe zbukurime që i ngjajnë simboleve ezoterike. Rrethore, trekëndësha, drita që zbret nga lart, janë detaje që kanë ngjallur kurreshtje tek studiuesit modern të simboleve. Skënderbeu njihej për njohuritë e tij në artin e luftës, diplomaci, filozofi dhe madje edhe astronomi. Ai përdorte strategji të cilat historianët i konsiderojnë përtej standardit të kohës. Ai bashkonte princat shqiptar, manipulonte me mjeshtëri mes Vatikanit, Venedikut dhe Napolit. A mund të kishte qenë një njeri i përgatitur nga një rrjet më i gjerë intelektualësh të asaj kohe? Disa e përshkruajnë si një mjeshtër të iluminimit që i parapriu frymës së rilindjes. Disa studiues modern të masonerisë kanë spekuluar për përfshirjen e Skënderbeut në rrjete të fshehta që ekzistonin brenda kalasë së krujës dhe elitës arbërore të kohës. Në disa katalog të fshehtë të masonerisë gjermane dhe italiane përmendet emri i Kastriotit si simbol i lirisë dhe luftës kundër tiranisë. Disa studiues alternativ pretendojnë se Skënderbeu mund të ketë qenë pjesë e një rrethi të fshehtë që donte të ringjallte perandorinë bizantine dhe të mbante të gjallë krishtërimin lindor, përballë rrezikut islamik.
Këto rrethe sipas tyre vepronin si një pararëndëse e masonerisë, duke përhapur ide të njohurive të fshehta, vëllazërisë globale dhe luftës kundër tiranisë. Vlera që më vonë u përqafuan edhe nga masonët. Edhe pse këto burime nuk janë të verifikueshme akademikisht, ato kanë ndezur një valë të re kurreshtjeje me studiuesve alternativ dhe dokumentaristëve. Natyrisht, ka shumë kundërshti ndaj kësaj teorie. Shumica e historianëve e konsiderojnë këtë lidhje si anakronike, një përpjekje për të lidhur një figurë mesjetare me një lëvizje që u strukturua zyrtarisht shumë më vonë në shekullin e 18. Po ashtu, shumë simbole të përdorura në heraldikën shqiptare ose në dokumentet e kohës janë thjesht pjesë e stilit të artit gotik apo ikonografisë kristiane dhe nuk kanë lidhje me masonerinë. Masoneria moderne nisi të marrë formë në fillim të shekullit të 18, por rënjet e saj shtrihen në organizatat sekrete mesjetare, sidomos në radhët e ndërtuesve të katedraleve gotike dhe urdhrave si templarët. Edhe pse Skënderbeu jetoi në shekullin e 15, disa teoreticientë mendojnë se ai kishte kontakt me grupe që më vonë u bën frymëzim për masonët modern. Disa e lidhin këtë me përfshirjen e tij në aleanca sekrete anti-osmane dhe në rrjetet diplomatike të errëta të Evropës. Në disa lozha masonike në Evropë, emri i Skënderbeut është përmendur si simbol i luftës për liri dhe si shembull i liderit të ndriçuar që udhëhoqi popullin e tij kundër tiranisë. Megjithse kjo nuk është provë se ai ishte mason, është një tregues se figura e tij është përvetësuar nga narrativat masonike. Madje në disa ilustrime të shekullit të 19, Skënderbeu paraqitet me ndriçim rreth kokës, një ikonografi e zakonshme në përshkrimet simbolike të ndriçuarve. Në kohët moderne, figura të mëdha si Skënderbeu bëhen objekt i interesit për të gjitha llojet e interpretuesve. Kur përballesh me një njeri që ndikoi historinë, që u ngrit mbi të tjerët, që krijoi legjendë. Gjithmonë lind pyetja, a ishte vetëm një njeri apo kishte diçka më shumë pas tij? Në mungesë dokumentesh të plota, kjo hap rrugën për teori, për legjenda dhe për masoneri. A ishte Skënderbeu një mason? Nuk mund ta themi me siguri. Por nuk mund të mohojmë as faktin që ai ishte përtej kohës së vet. Qoftë si strateg, si udhëheqës apo si simbol. Ai ngjall të njëjtën kurreshtje sot si 500 vjet më parë, dhe ndoshta kjo është ajo që e bën figurën e tij të pavdekshme, misteri. Tani që i dëgjua të gjitha faktet e pretenduara dhe teoritë, na thoni. A mendoni se Skënderbeu mund të ketë qenë një mason? Apo është kjo thjesht një legjendë moderne? Komentoni më poshtë mendimin tuaj, sepse historia shkruhet edhe nga pyetjet që bëjmë, jo vetëm nga faktet që dimë.